Emocioni në fakt është një element shumë i rëndësishëm i njeriut. Pra, nëse ai çekuilibrohet, çekuilibrohet gjithë funksionimi ynë. Dhe e rëndësishme është që të kujdesemi dhe për studentin në aspektin emocional. Se tendenca e arsimimit është që ti kujdesesh për studentin që ai të mësoj mirë, të vinë në klasë, në auditor, të ndjeki leksionet dhe ti mendon që kjo gjë e bën atë më të mirë. Pra është një qenie emocionale. Pra, përpara se ai të vinte në auditor, a ka patur ai një jetë të vështirë, a ka patur ai një konflikt me familjarët, apo me një mik, apo me dikë që e do shumë, dhe ky interesim emocional tregon që ti i jep respekt dhe vlerë studentit. Sepse nuk do të thotë që me që ti je mësimdhënës, me që ti je ai që ofron studentit dije, je superior ndaj tij. Pra duhet ta bësh studentin të ndihet emocionalisht i pranueshëm, ashtu siç vjen. Pra në auditor të ndihet i pranueshëm dhe ti e ndihmon atë që të zotrojë dijen, por duke respektuar edhe vështirësitë emocionale që ai mund të ketë kaluar ose po kalon.